zgjedhjeve pas zgjidhje. E kjo të bën me unë ndje i pasigurt. Sepse aspekti financiar nështë është i fundit dëm që mundet me në shkaktu si shoqëri. Është fillimi fushatës edhe në për familje ka fillu polarizimi. Në për farefise ka fillu polarizimi. E në krejt shoqëria është e polarizume. Diçka që nuk na bën hajër as njerit. E shen një luft të pa imagjinueshme në mes të elektoratit. Nuk kemi kulturë politike. Po masa, realisht mundet me qenë çfarëdosh, po politikant ishtë dashtë bre pak me qenë ma parimor, që shka bre mundësi njeri pa usku qas pak të egzu një titull akademik, të ja thirë vetës intelektual, me garu mrenda vitit, nuk po thëmë 2 ose 3 partit ndryshme, qyshme nuk kurqet pak, diqysh, apëdin, tash është çështja që krejt kjo e mjegullon opinionin publik. Të nuk mundesh me i besu askujt. Me thonë, se cilin aty është si aktor. Që i bjen që kur vjen puna për interesa personale... A jenë ndronë subjektin politik pa problem heq. Unë me të vërtet, po thëmë prap, nuk më ka ndodhë nëjherë me pas që si përjetimi.